ka një histori të paharruar, të transmetuar brez pas brezi në shumë krahina shqiptare. Historinë e një kryetrimi që Osmanët nuk pranuan ta varrosnin, por ajo që ndodhi më pas e shndërroi këtë njeri në legjend. Ai ishte një prijes malsor, i njohur për trimëri, drejtësi dhe kokëfortësi shqiptare. Një burr që nuk i bindi as pushtetit, as frikës, as vdekjes. Për vite me radhë, ky kryetrim drejtoi qindra luftëtar kundër sundimit osman, duke i prishur planet e perandorisë në çdo hap. Osmanët e shpallën në armik të shtetit, nuk mund ta kapnin gjallë. Dhe një ditë, pas një betejë të ashpër, trimi ra me armë në dorë. Por kur osmanët pan kush ishte, nuk guxuan t'i jepnin një varr të zakonshëm. Ata thanë, ky burr ka ngritur popullin në krye, nuk meriton tokë shqiptare për të pushuar, dhe dhan urdhër që të mos varrosej. Trupi i tij u la mbi një shpat mali, nën shije diell, si shenjë ndëshkimi. Por kjo nuk ishte fundi. Fisi i tij, bashkëluftëtarët dhe malsorët e zonës u mblodhën natën. Me pishtar të fikur, duke ecur në heshtje, kaluan pozbllоqe dhe roje osmane. Ata shkuan atje ku ishte trupi i kryetrimit, dhe e morën. Por para se ta varrosnin, ndodhi diçka e pazakont. Një nga pleqët e fisit tha, ky burr nuk mund të varroset si njeri i zakonshëm. Ky burr duhet të ngrihet përmbi tokë që emri i tij të mos shkelet kurrë. Dhe kështu bën. Në vend që ta fusnin në dhe, malsorët i ndërtuan një varr mbi tokë, me gur të mëdhenj, ciklopik, një vend të shenjtë që s'mund ta prek kush pa leje. Osmanët kërkuan ta shkatëronin, por çdo herë që tentonin, banorët e zonës ringriheshin, e rindërtonin, e ruanin. Legjenda thot se kur një pash i fuqishëm urdhëroi ta rafshonin varrin, ndodhi një rufe e fortë që goditi pranë vendit duke i frikësuar të gjithë. Nga ajo ditë, ata nuk u kthyen më, dhe varri i kryetrimit u kthye në simbolin e një populli që nuk dorëzohet. Sot, thuhet se aty nuk shkon këmbë e keqe, se çdo udhëtar që afrohet, e ndjen praninë e një trimi që ende ruan vendin e vet edhe pas vdekjes. Sepse disa shqiptar nuk varrosen kurrë. Ata ngrihen dhe mbeten të gjallë në historinë e popullit të tyre.